i cili do të jetë prezent në këtë vend dhe besoj do të ketë reagime në kohë reale për çfarë do lloj tentative të pushtetit dhe të politikës së Shqipëri për të minuar sistemin e drejtësisë, unë besoj që është një gjë shumë e mirë. Është një ambasador që nuk vjen nga diplomacia. Shpesh, ne kemi parë gjatë këtyre viteve të fundit, ambasadorët amerikan janë sulmuar nga ana e politikës. A është një augur i mirë që ambasadori i ri vjen nga një përvojë ushtarake dhe që do të jetë, le të themi, pa gjuhë diplomatike? Po unë uroj të jetë kështu. Nuk e dim, ta shohim. Prezantimi është premtues. Pra, jo vetëm eksperienca, apo edhe formimi, po themi prej ushtaraku, vjen sigurisht në një zonë lufte, në atmosferë lufte është kjo në Shqipëri, ajo që thash pak më parë. Është luftë, është betejë midis korrupsionit dhe të krimit të organizuar në politikë dhe ajo se çfarë kërkon publiku shqiptar. Shumë mirë fakti që vjen një personazh i tillë me këtë lloj backgroundi, i cili nuk do duhet ketë as këto delikatesa diplomatike, por do duhet të jetë i prerë dhe i qartë. Jo vetëm në mbështetjen e institucioneve, por t'i paraprit çfarë do lloj tentative, pazaresh, marrëveshjes, kulisash që transversale që politika shqiptare do të bëjë për të mbrojtur veten në kurrizë të shqiptarëve. E mirë është edhe kjo. Sigurisht tu nuk do të mohojmë faktin tjetër që unë them që komponenti kryesor është qëndrimi zyrtar. Qëndrimi zyrtar për secilin nga ambasadorët apo edhe ata që kanë qenë ngarkuar me punë ka qenë i njëjti. Por ama ta pranojmë faktin që diçka personale e fut edhe vet ambasadori brenda hapësirës diskrecionale që ai ka. Aliber, ndalim pak tek të shtunën, në Partinë Demokratike bëhen zgjedhjet për kryetarin. Në rast po bëj një pyetje tjetër, sepse është vendosur atë që kisha në radhë më poshtë. Në rast se do të ishit antar i Partisë Demokratike, do të shkonit shtunën për të votuar në zgjedhjet për kryetarin ku është vetëm një kandidat? Ti më vendos në një pozicion që unë kam vështirë të Pra ndaj thash është vendosa pyetja. Ta shoh veten. Dgjoj, nëse do të isha një antar i një partie, s'ka rëndësi, i Partisë Demokratike, a i Partisë Socialiste, a i partie tjetër, ka rëndësi kjo, ku bëhet lojë, ku organizimi është hipokrizi, ku meritokracia nuk njihet, ku synimi nuk është mirëqeverisja. Partitë politike do të kenë sigurisht mirëqeverisjen si synim final dhe për ta demonstruar këtë do duhet të tregojnë që dhe ato vetë mirëqeverisen brenda vetes, me garë, me zgjedhje, me mbajtje përgjegjësie atëherë kur je i pasuksesshëm në proceset zgjedhore e me radhë. Kjo nuk është gjë tjetër veç se një lojë e madhe, një tallje e madhe. Ndaj, për mua po, besoj për këtë tjetër që ka një fije digniteti për kontributin që ka dhënë, për angazhimin, për aspiratën, për ëndër po doni ju dhe për të ecur para në